A mund të filloj? Mirëdita gjithëve, të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medjave, më lejoni që së pari t'i falenderoj qytetarët e vendit ton për maturinë dhe qetësinë e treguar dje gjatë mbarvajtjes së tërë procesit zgjedhor. Për këtë, dua të falenderoj edhe institucionet e Republikës që mundësuan që procesi të shkonte edhe mirë edhe sigurt. Të nderuar qytetarë, lëvizja vetëvendosje ka një histori vetëm 12 vjeçare, pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Por këto vite kanë dëshmuar rritje të pandalshme dhe të vazhdueshme. Në vitin 2013, për herë të parë garuam në zgjedhjet lokale dhe fituam kryeqytetin Prishtinën. Në vitin 2017, e rifituam Prishtinën dhe shtuam Prizrenin e Kamenicën. Në vitin 2021, shkuam në balotazh në 12 komuna dhe fituam Gjilanin, Kamenicën, Podujevën dhe Shtimen. Pas dorëheqjeve të kryetarëve në veri në nëntor të vitit 2022, në zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komunat në veri, fituam gjithashtu edhe Mitrovicën e Veriut dhe Leposavicin në pranverën e vitit 2023. Në zgjedhjet e mbajtura dje, sipas rezultateve preliminare, vetëvendosja ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenicë dhe Shtime. Me votat nga diaspora, mund të dalë që e kemi fituar edhe Gjilanin pa balotazh, që i bie në 4 komunat ku kemi qeverisur në këto 4 vitet e fundit, po vazhdojmë pa balotazh. Ndërkaq jemi në balotazh në 12 nga 17 komuna sa kanë shkuar gjithsej në balotazh nëse e përfshim edhe Gjilanin aty. Të vetmet komuna ku lëvizja vetëvendosje nuk është në balotazh janë Klokoti, Sharri, Joniku, Klina dhe Theranda. Natyrisht, këto janë rezultate preliminare dhe pritet ende, dhe pritet ende numrimi i votave të diasporës dhe i votave me kusht. Mirë po këto rezultate tregojnë qartë se lëvizja jonë, jo vetëm që e ka ruajtur rritjen nga cikli në ciklin tjetër zgjedhor, por është ngritur si forca kryesore politike në Republikën e Kosovës edhe në nivelin lokal. Kjo është dhurata më e çmueshme, urimi më i mirë që e kemi marrë nga populli i Kosovës në këtë 20 vjetor të lëvizjes vetëvendosje si vjet. Pjesa e parë e garës përfundoi mbrëm. Nga sot ne i përvishemi punës për balotazhin. Synimi ynë është i qartë që kandidatët tonë të fitojnë edhe në këto komuna dhe të kthehet ose të vazhdoj qeverisja e mirë të cilën qytetarët e meritojnë dhe që komunat tona të ecin përpara me zhvillim e mirëqenie, drejtësi dhe barazi. Të jenë komuna që funksionojnë e ku qeveriset me transparencë. Por të dashur qytetarë dhe të nderuar gazetarë të pranishëm, ajo që ka ndodhi me 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën duhet hetuar e hulumtuar. Nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje, por për një inxhiniering të paramenduar për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes, dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë. Dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet, nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. I ftoj organet e drejtësisë dhe të sigurisë që të merren me këtë çështje. Të nderuar qytetarë, me 9 nëntor besojmë fuqishëm
se do të fitojmë me Hajrullah Qekun në kryeqytet në Prishtinë, me Faton Pecin në Mitrovic, me Artan Abrashin në Prizren, me Alban Hysenin në Gjilan, me Ardian Golën në Gjakov, me Taulant Kelmendin në Pej, me Jethon Rakën në Kaçanik, me Suleman Mehollin në Vushtri, me Valon Prebrezën në Fushkosov, me Halil Thaqin në Kastriot, me Ali Dulën në Rahovec dhe me Arsim Ademin në Viti. Lëvizja vetëvendosje i fitoi 3 komuna pa balotazh. E ndoshta shtohet edhe Gjilani e bëhen 4. Partia Demokratike e Kosovës i fitoi 3 komuna pa balotazh. E ndoshta jo hiqet hani e lezit e mbeten 2. Lidhja Demokratike e Kosovës i fitoi 2 komuna pa balotazh, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate nga 1. Edhe një herë, faleminderit shumë për mbështetjen, u jemi për jetë mirënjohës e thellësisht falendërues dhe vazhdojmë përpara, gëzuar gjithëve. E tash mund t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja. Urdhëroni zot. A keni do të bisedime apo me kënd mendoni që do të bashkëpunoni për balotazh, sepse dihet që pastaj për balotazh vazhdojnë bashkëpunimet me parti tjera në mënyrë që të fitohen zgjedhjet. Dhe a është i mundshëm një bashkëpunim konkretisht në Prishtinë me Partinë Demokratike të Kosovës? Fokusi i lëvizjes vetëvendosje gjithandej tërkohën është qytetari i Republikës edhe si banor komune. Por natyrisht që paraprakisht balotazhit dhe paraprakisht fushatave në balotazh, neve na nevojitet që sot dhe nesër ta bëjmë një analizë gjithëpërfshirëse e të hollësishme, edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të raportit të rezultatit zgjedhor me fushatën që bëm. Vetëm pas kësaj analize, do t'i bëjmë planet dhe përgatitjet e duhura për rrugën përpara, gjithnjë në bashkëpunim aq të ngushtë, saqë në udhëheqje me kandidatët që i kemi në balotazh. Urdhëroni. Në Kurti, a janë këto rezultate brenda pritshmërive që lëvizja vetëvendosje ka pasur para datës 12 tetor? Dhe kur jemi te çështja e bashkëpunimeve, një bashkëpunim i tillë pritet edhe për çështjen e qeverisë, në qenë se veç jeni në këtë apatin në rrjedhës prej 15 ditëve, a keni zhvilluar diskutime me ndonjërin nga subjektet politike, apo keni hequr dorë nga subjektet politike dhe po diskutoni vetëm me deputet individualisht, pasi ka qenë nga vetëvendosja e përmendur si njëra prej metodave për të siguruar 61 votat e nevojshme për qeverinë e re? Rezultati i këtyre zgjedhjeve është shumë i mirë. Vrejni me kujdes. 4 komunat ku ka qeverisë vetëvendosja. Podujev, Shtime, Kamenic, Gjilan. Çfarë mbështetje e madhe popullore për kryetarët tonë atje. E para. E dyta, rezultati është shumë i mirë, sepse jemi gjithandej në balotazhe. Dhe jemi subjekti i parë edhe për nga numri i komunave që ka fituar pa balotazh, por edhe për nga numri i komunave ku jemi në balotazh. Plotësisht të kënaqur dhe në përputhje me pritjet do të jemi veç se në mbrëmjen e 9 nëntorit. Atëherë kur do të krimtojmë fitoret pas balotazhit. Ndërkaq sa i përket qeverisë qendrore, dita e fundit kur do të mund të mbahet seanca e kuvendit ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar është 26 tetori. Këto ditë jemi të përqendruar maksimalisht në analizën gjithëpërfshirëse dhe hollësishme të rezultatit të zgjedhjeve lokale. Por, shumë shpejt, qysh në këtë javë, do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Sepse Kosovës i duhet edhe një mandat i qeverisë, i duhet një mandat i ri i qeverisë, neve na duhet një mandat i ri në përputhje me rezultatin e 9 shkurtit së vjet. Por gjithashtu, edhe unë si kryeministër në detyrë kam hyrë në muajin e 7 të vitit të 5 të mandatit të plot 4 vjeçar. Dhe duhet të kemi një mandat të rregullt, i cili padyshim që do të filloj, por sa
ne ta nxjerrim në seancë kuvendi përbërjen e re të qeverisë Kurti 3. Urdhëroni. Jonita Bajrami Produksionu, kryeministër sipas kësaj aty vjen që s'ka mund të thjesht seanca deri me 26 tetor. Po sipas kësaj që deklaruar për shkak të që thotë se angazhimi juaj është në zgjedhjet lokale. E dyta, cili është partneri juaj ideal për qeverisjen në këtë pikë ku jemi për qeverisje qendrore? Po plas edhe nëse mundesh një sqarim pak më të hollësishëm sa i përket inxhinieringut edhe tendencës për ndërhyrje në zgjedhjet në Mitrovicë. A ka pas diçka prej Mitrovicës nga ana e komisionetëve të lëvizjes vendosje apo ndonjë tendencë tjetër masaksisht? Së pari, unë vetëm tregova se kur është afati i fundit. Kjo nuk do të thotë që seanca për qeverinë e re do të jetë me 26 tetor. Por 26 tetori është dita e mbramë kur mund të mbahet ajo. Sepse tash po numrojmë të poshtë. Përderisa më herët nuk numronim të poshtë, vetëm përpara, s'kishte afate për asgjë. Dhe prandaj unë jam tash muajin e 7 të vitit 5 të mandatit plot 4 vjeçar, tash po numrojmë të poshtë dhe vura theksin të 15 ditëshi, i cili përfundon me 26 tetor. Në momentin që ne konsiderojmë që komunikimi dhe bisedat kanë rezultuar të suksesshme, ne pavonesë nuk e presim 26 tetorin, po 26 tetori është afati i mram. Sa i përket Mitrovicës, prej orës 10 të mëngjesit është propaganduar maksimalisht se si në komunën jugore të Mitrovicës po fiton kandidati i PDK-s pa balotazh dhe madje me fitore të thellë. Minimalisht për 16 pikë të përqindjes ka pasur huqje. Por këto huqje kanë qenë të njëjta nga disa burime dhe në të njëjtën komunë. Kjo do të thotë se ka diçka unike si për tyre. Por i përket organeve të drejtësisë dhe të sigurisë që ta hetojnë e hulumtojnë këtë cenim të integritetit të shtetit, të sigurisë së shtetit, përveç se natyrisht të votës së lirë të qytetarëve dhe të zgjedhjeve demokratike. Për partnerin për qeverisjen qendrore? Komunikimi dhe bisedat që do të zhvillojmë janë ato të cilët do ta përcaktojnë përbërjen e shumicës së re në Kuvendin e Republikës që do ta votojë qeverinë Kurti 3. Tash për tash duhet t'ja lëmë kohën komunikimeve dhe bisedave që do të zhvillohen dhe unë nuk mund të flas më shumë se kaq në këtë fazë. Urdhëroni. A keni nxjerrë ndonjë mësim deri tash me këto rezultate zgjedhore edhe dua të ndalemi pak edhe te rezultatet për asamblenë komunale me që nuk i komentuar fare deri tash e pam që në Prishtinë nuk kanë vënë ndonjë krahasim me zgjedhjet e kaluara, por vendosja është e treta me numrin e potencial të asamblesë të kryeqytetit. Mësimet në parem nuk mund të nxjerrim prej përshtypjeve fillestare. Mësimet do të mund të nxjerrim pas analizave gjithëpërfshirëse dhe të hollësishme, të cilat do t'i bëjmë me njëherë. Besoj që sot dhe nesër. Mirë po, në anën tjetër, du ta keni parasysh që lëvizja vetëvendosje ka shënuar rezultatin më të mirë ndonjëherë në nivelin lokal. Dhe kur nuk kemi qenë më të kundërshtuar e sulmuar se sa tani. Prandaj, me komunat ku qeverisim, edhe na konfirmohet pa balotazh fitoria, dhe me 11 komuna në të cilët do të jemi në balotazh shumë më tepër se sa në vitin 2021, edhe për nga madhësia atyre komunave, ne jemi për plot vetbesim kur themi që rezultati është shumë i mirë. Ndërkaq sa i përket kuvendit komunal të ardhshëm në Prishtinë, siç e ka thënë edhe kandidati ynë e kryetari i ardhshëm i kryeqytetit Harullah Qeku, do të ketë një larëshi të madhe
në kuvendin komunal të Prishtinës. Pra kur nuk ka qenë kuvendi komunal i Prishtinës ka që diversifikuar, sikurse që do të jetë nga kjo vjesht e në vijem. Por, mbase, ajo që ka mund të ketë ndikuar, është fakti që me partnerët tonë, Partin Guzo dhe Partin Alternativa, në kryeqytet kemi garuar ndarës. Dhe ka mundësi që ky garim ndarës ka pasur një çmim të këtillë. Kjo është një përshtypje fillestare e imja, e cila nuk do të merret si konkluzion i analizave të cilat do të bëhen sot të nesër nga lëvizja vetëvendosje. Urdhëronjoj. Duke u bazuar kandidatët që i kene, ku mendoni se do fitoni në Prishtinë apo në Mitrovicë? Edhe në Prishtinë, edhe në Mitrovicë dhe jo vetëm. Ku do të garojmë, do të synojmë të fitojmë dhe jemi përplot besim që balotazhi do të shënoj edhe një ngritje të radhës të vetëvendosjes në nivelin lokal. Urdhëroni. Kryeministër, nga leximi i parë i këtyre rezultateve edhe nga mbështetja që thoni se keni marrë, a mendoni që vetëvendosja është gati kur potencialisht zgjedhjet të jashtëzakonshme parlamentare, duke qenë se Partia Demokratike e ka përsëritur kërkesën që të ketë madje edhe brenda këtij viti? Ne po bëhemi gati të qeverisim më shumë se kurrë nëpër komuna onë Banë Kosovës, të rikthehemi në qeverisje në kryeqytet dhe, që është shumë e rëndësishme, po bëhemi gati për qeverinë kurti 3. Nëse nuk ka qeveri kurti 3, pa dyshim që jemi të gatshëm për zgjedhje të reja parlamentare. Lëvizja vetëvendosje në këtë 20 vjetorin e saj, në vitin 2025, është shembull e mësim se si organizohen njerëzit për parime politike me ideale kombëtare për të mirën e gjithë qytetarëve pa dallim. Andaj gatishmëria jonë është e plot, veç se njëherë plani ynë është për qeverinë kurti 3. Dhe për këtë po përgatitemi ne, besoj që për këtë duhet të përgatiten edhe të tjerët. Faleminderit shumë.